Përshëndetje, na ndodh shpesh në realitetin shqiptar që të rinjt përballen me presionin për t'u larguar nga Shqipëria si opsioni më i mirë për të realizuar karrierën dhe potencialin e tyre. Megjithatë, në rrjetin Erasmus Tirana, përmes historive të 6 vajzave, të cilat kanë jetuar nga Kina deri në SBA, sjellim historitë e vërteta se si është të jetosh në një realitet tjetër, përshtatja, rikthimi dhe arritja e potencialit në mënyra të ndryshme. Kjo fushatë realizohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian përmes programit Reporting Diversity Network. Sot e nisim fushatën me historinë e Mikela Gjapi, avokate, e cila ka jetuar për 5 vite në Stamboll. Mirë se erdhe, Mikela. Faleminderit, Lutiona, mirë se u gjeta. Si vendose që të studiosh në Turqi? Në fakt, ka ardhur shumë spontanisht. Në vitin e fundit në universitet, unë dhe mikesha ime vendosëm të bëjmë një udhëtim në Stamboll. Në ato kohë edhe motra ime ishte studente në Turqi dhe përmes një miku të përbashkët, duke na prezantuar më shumë rreth kulturës në Turqi, rreth jetës akademike, shpjegoi dhe rreth një programi i cili kishte të bënte me të drejtën e Bashkimit Evropian, një degë e cila më kishte pëlqyer shumë në fakt që kisha qenë studente e drejtësisë. Më pas, duke marrë më shumë informacion, programi ishte në gjuhën angleze, gjë që më favorizonte, pasi nuk dija as gjuhën turke. Ishte i themeluar nga Bashkimi Evropian brenda universitetit. Bëra pak më shumë kërkime rreth programit, pedagogët ishin shumë të mirë, ishin të shkolluar në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe kishin shumë informacione rreth të drejtës së BE-s. Dhe kjo ishte një spunto e vogël, le të themi, që mua më shtyu që të nisja të kërkim dhe të aplikoja në këtë program. Përpos pjesës akademike, cila ishte surpriza për sa i takon përshtatje sociale, do më thënë 5 vite nuk janë pak, kështu që a krijove mirësi, a pati momente vetmie? Po, ka qenë një karusel emocionesh, le të themi. Surpriza e parë ishte që në Turqi nuk flisnin shumë anglisht, për hir të vërtetës. Përpos miqve që unë kisha në fakultet, në jetë të përditshme, le të themi që hasa pak vështirësi, pasi në momentin që unë drejtoja atë pyetjen e famshme që a mund të komunikojmë në anglisht, ato më kthenin direkt përgjigje në turqisht. Por kjo në një farë mënyrë më ndihmoi që unë të mësoja edhe gjuhën turke. Më pas, unë krijova një rrjet me studentë ndërkombëtar nga e gjithë bota, por edhe turq që flisnin shumë mirë anglisht, në fakt. Dhe ata më ndihmuan shumë. Kishte edhe studentë shqiptarë që më ndihmuan për sa i përket procesit të dokumentacionit, përshtatjes time, bën shumë më të thjeshtë. Dhe kjo e bëri jetesën time në Turqi më të bukur dhe të them të drejtën, nuk është se kam hasur momente vetmie, sepse jam ndjer shumë mirë, jam ndjer si në shtëpi dhe nuk kam pasur asnjë moment që të them që jam diskriminuar ose të kem hasur një problematik të caktuar. Pra i gjithë udhëtimi më pas ishte shumë smooth. Po, si ndikoi përvoja në formësimin tënd në pavarësinë, para se të ikje jetoje me prindrit, si ka qenë kjo pjesa e pavarësisë ekonomike? Po. Para se t'ikja, kam qenë një vajzë tipike shqiptare në Tiranë që jetonte me prindrit, që prindrit shqiptar mundohen të të ndihmojnë dhe t'i përgatisin gjithë gjërat për ty dhe mos të lënë që të lodhe shumë, ti vetëm studios, për pjesën tjetër merremi ne. Kështu që për mua ishte eksperienca ime e parë jashtë vendit vetëm, pa mbështetjen e prindërve. Në fillim ishte shumë e vështirë sepse i mësuar nga një jetesë familjare, pa pritma se gjen veten me vajza nga vende të ndryshme të botës, ti nuk njeh rreth kulturës së tyre dhe kjo ishte pak sfiduese, por më ndihmoi sepse më bëri më të pavarur. Unë nisa edhe të punoj gjatë kohës që isha studente, kështu që më ndihmoi pak edhe me pjesën e pavarësisë ekonomike, gjithashtu edhe më bëri që të kuptoj dhe më shumë se çfarë dua unë si Mikela që të bëj në jetë. Lejohet që studentët e huaj në Turqi, ose të paktën studentët shqiptar, të punojnë dhe sa orë? Po, lejohet që të punojnë 20 orë në javë. Kështu që kishim dhe fleksibilitetin, duke qenë që unë kam kryer studimet master në Turqi. Shkolla ime në ato kohë ishte thjesht 3 ditë në javë dhe kisha dhe komoditetin që ditët e tjera unë të arrija të punoja, të bëja punë ekstra si studente. Po pjesën e përshtatjes kulturore në konvikt me vajzat e tjera ose dhe në shoqëri me kultura të ndryshme, ushqime të ndryshme, çfarë mekanizmi gjete që ta përballoje? Në fillim pata problemin e gjuhës, sidomos me vajzat që ishin turke, pasi nuk komunikonin në anglisht. Më pas unë fillova gradualisht që të mësoja turqishten. Dhe në fillim ata edhe bënin disa batuta me mua, qeshni sepse kishte shumë fjalë që i thoja si e huaj, i thoja me theks ndryshe.
Por kjo nuk më demoralizoi, por më mësoi që, unë tani duhet ta mësoj se si duhet të shqiptohet tamam në turqisht, edhe më ndihmoi që të mësoj edhe turqishtën pak më shpejt. Përshtatja me kulturën, pastaj në ushqimet ne pothuajse me turqit i kemi ushqimet e njëjta, nuk pata problem, përveç pjesës së erëzave që më bën të kem probleme me stomakun, por ishte okay. Ndërsa me studentët e tjerë që ishin nga vende të ndryshme të botës, ishte shumë interesante sepse më dha mundësinë që të mësoja disa kultura që në të vërtetë ne nuk kishim hasur në Shqipëri, ose të takoja njerëz nga vende që nuk e dija që ishin shumë të ngjashëm ndonjëherë me Shqipërinë, se mendoja për shembull Taxhikistani, thoja si mund të jenë, çfarë kulture mund të kenë, por kur fillonim flisnim, kuptonim që kishim të njëjta tradita edhe të njëjtin vlerësim edhe për familjen si ata, kështu që më hapi një dritare të re, një horizont të ri që ndoshta në Shqipëri nuk të jepet shpesh mundësia që ti njohësh. Po ndonjë moment i vështirë, çfarë ka qenë që mund ta ndash me ne ose që e mban mend? Po, kam pasur një problem shëndetësor në fakt, gjatë kohës që kam jetuar në Turqi, dhe aty mund të ketë qenë një nga momentet më të vështira të mia, larg familjes. Por dhe në atë rast kisha shoqërinë që mu gjendën shumë afër edhe më ndihmuan shumë, sepse ka diçka që unë e them gjithmonë, kur je në një vend të huaj, shoqëria të bëhet si familje. Dhe unë pata fatin që shoqërinë time ta kisha dhe si familje. Dhe më janë gjendur shumë afër në çdo moment. Nga ana administrative, një student në Turqi, student i huaj merr shërbime mjekësore njësoj si vendasit? Po, por duhet të ketë siguracion shëndetësor. Pasi në momentin që ne bëjmë aplikimin për lejen e qëndrimit dhe atë të studentit, e kemi si detyrim që të kemi edhe siguracionin shëndetësor, i cili më pas ty të jep mundësinë që të përfitosh nga të gjitha shërbimet shëndetësore në Turqi. Njësoj si një turk. Pas 5 vitesh në Stamboll, vendose të kthehesh në Tiranë. Si ishte rikthimi? Shumë dramatik. Ishte shumë dramatik. Unë isha ajo vajza që jeta me prindit, që thash në fillim, edhe isha shumë e lumtur me jetën time familjare me prindrit, por jetesa në Turqi vetëm të bën shumë të pavarur. Dhe rikthimi është shumë i vështirë, sepse duhet të rikthehesh të jetosh sërish me familjen. Patjetër që të mungon familja, por është ajo ideja që ti bën gjërat e tua, ke krijuar jetën tënde, ke krijuar shoqërinë tënde, dhe shoqëria jote që ti ke lënë në Shqipëri në një farë mënyre kanë krijuar jetët e tyre dhe ti je shkëputur nga ata. Kështu që të mungon familja, por ti edhe e gjen veten dhe nuk e gjen. Rikthimi në shtëpi ndonjëherë ishte që ti po rikthehesh ti po lë një shtëpi për të rikthyer në shtëpi dhe është një miks emocionesh. Kështu që ka qenë aq sa i vështirë, por edhe patjetër i bukur që je sërish me familjen tënde, edhe në vendin tënd. Po integrimi në tregun e punës? Unë tek kjo pjesë e konsideroj veten me shumë fat, sepse unë u riktheva dhe kisha ato dyzimet e mia nëse do gjeja punë shpejt, nëse do përshtatesha me tregun e punës në Shqipëri, por unë di të them që edhe pse kisha planifikuar që të paktën 1 muaj të mos punoja dhe të bëja pushime, unë kam filluar punë për rreth 2 javë. Kështu që ishte pak edhe pjesë fati, le të themi, ndonjëherë është edhe momenti i duhur që ti gjen atë punën kur nuk e pret, dhe unë fillova të punoj në universitet në atë kohë. Të them të drejtën, fakti që unë fillova të punoj në universitet ishte edhe fakti që unë dija turqisht, kështu që ishte edhe një bonus gjua turke, ajo që mezi e mësova në fillim më ndihmoi më vonë. Në rastin tim, unë kam qenë me fat, le të themi, dhe jam përshtatur shumë thjesht në tregun e punës edhe kam gjetur punë shpejt. Po të kishe mundësinë t'i thoje diçka Mikelës para se të nisesh nga Shqipëria, çfarë do ishte një këshill që do doje dikush të ta kishe thënë tani që e ke provuar? Mos u streso shumë. Një udhtim që mund të duket shumë i vështirë, mund të sjell shumë të papritura, mund të sjell shumë surpriza, mund të rris profesionalisht. Pasi unë nga Turqia, e them gjithmonë, nuk fitova vetëm një arsimim dhe një diplom, por unë fitova dhe një botë tjetër, një kulturë tjetër që kjo nuk blihet me para. Dhe asnjë nuk të përgatit për këtë gjë. Kështu që Mikele do t'i thoja që mos u streso shumë dhe shijoje shumë si eksperiencë, sepse disa eksperienca të jepen vetëm një herë në jetë. Faleminderit Mikela. Në fakt ky është qëllimi i gjithë serisë së intervistave përmes lentes së saj, që t'japi një informacion konkret dhe përpos përvojave vetjake, në caption do të gjeni edhe linqet se si mund të përfitoni përmes bursave apo informacione ligjore për të shkuar në këto vende si qytetar shqiptar. Faleminderit.